Territori i Kosovës për datën 27 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Gjatë pasdites në disa zona malore mund të ketë vranësira kalimtare, por pa rreshje të rëndësishme. Temperaturat mbeten të larta dhe tipike verore. Paraditja do të ketë mot kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me temperatura të larta dhe mot të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 32 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:52 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 25 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 14 deri në 31 gradë Celsius. Podujev, 13 deri në 30 gradë Celsius. Skënderaj, 14 deri në 31 gradë Celsius. Pej, 14 deri në 31 gradë Celsius. Prishtinë, 14 deri në 31 gradë Celsius. Gjakov, 15 deri në 32 gradë Celsius. Malishev, 15 deri në 32 gradë Celsius. Gjilan, 14 deri në 31 gradë Celsius. Ferizaj, 14 deri në 31 gradë Celsius. Kaçanik, 13 deri në 30 gradë Celsius. Suharek, 15 deri në 32 gradë Celsius. Prizren, 15 deri në 32 gradë Celsius.